Duhet thënë që ministra Balluku jo vetëm që është ministre energjetikës, por është zëvendës kryeministre prej 3 vjetësh dhe prej 6 vjetësh ajo është ministre e infrastrukturës dhe energjetikës. Është e përfolur për tunelin e Llogaras nga kolegu i saj dhe ish-pararësi Sa Arben Ahmetaj për një aferë 50 milion euro, që sipas tij është favorizuar dhe është futur në tenderin kompani turke, e cila e ka ngritur 50 milion euro tenderin dhe më pas ja ka kaluar firmës shqiptare e cila realizoi në fakt rrugët dhe është përfolur edhe për çështje të tjera, midis tjerave njihet edhe si një kontrolluese e madhe së bashku me Erion Veliajn, ish-kryetarin e bashkisë, para se të arrestoj, e medjave dhe i mbante shumë media në treg duke ju dhënë duke u bërë pagesa, ka akuza të mëdha, dhe sot duket që një grup mediash po luftojnë nëse ky fakt është apo jo i vërtet, gjë e cila do të zbulohet ndoshta ditën e hënë, po dhe në vazhdim, meqense ditën e hënë mund të jetë gjatë një vizite pune në Zvicër dhe mund të mos paraqitet në SPAK nëse thirrja e saj është e vërtet nga SPAK-u.